Përshëndetje nderuar teleshikues, unë po vazhdoj në këtë pjesë të aktualiteti duke shtuar të ftuarin një përfaqësues nga Partia Libra, Neritan Seferkolli, të cilin e kam thirrur për ta ballafaquar me drejtorin e gazetës Telegraf për shkakun sepse kemi një protestë të vazhdueshme të banorëve të Zharrës para Ministrisë së Ekonomisë, por mbi të gjitha ne kemi edhe një problem të madh. 1400 fuqi kanë humbur. Unë po filloj me zotin Neritan Seferkolli. Mi se merë dhe inderuar nga Partia Libra, sepse ne kemi dhe si merak Partin Libra. Përse ke aderuar të Vembrushi? Jo, unë nuk është se kam aderuar si antar, jam themeluesi i Libras, jam që në fillimet e saj, që në takimet e para, sepse mendoj që Shqipëria kishte nevojë për një alternativë tjetër dhe ndryshe nga këto partitë e vjetra që kemi pasur deri më sot. Që bëhet me banorët e Zharrës, sepse... Banorët e Zharrës kanë që 19 ditë janë futur në grevorie, ishin. Mbasi askush nuk shkoi atje që t'i përfillte dhe t'i merrte parasysh ato kërkesat e tyre. Ata nisin një marshim epik, të thoja, drejt Tiranës, erdhën në kamp 130 kilometra dhe u vendosën ke Ministria e Energjetikës. Atje u pritën një takim nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi. U dakordsuan gojarisht, pastaj para 2 ditësh kemi pasur një marrëveshje, po themi, ku pikat e tyre u morën parasysh për të plotësuar. Ka dalë edhe një, domethënë, VKM e cila i parashikon 3 kërkesa të tyre për të plotësuar. Sot në orën 11 pritet që të firmoset dhe të miratohet. Banorët e Zharrës kërkojnë dhe shtimin e një pike tjetër, rehabilitimin e ambientit atje, sepse ambienti në Zharrës është shumë i rëndë. Disi cilësojnë këto nderuar Neritan? Fjalë, im zot, fjalë. Të gjitha ju, nëse ju ngopeni me këtë lloj fjalës, edhe me Ilir Bejtin dhe me këto, u them se gjendja do vazhdoj kështu. Nuk e di se si komenton zoti Musa. Ja. Unë do të thosha këtë që 3 janë problemet kryesore të kësaj jave, besoj unë, ose 4 më saktë. Është greva që është futur në javën në përfundim të javës dytë, është Zharza, janë llafologjit e kryeministrit për reformën në drejtësi, domethënë kudo që vet ai, edhe te dyqani Byrekut, edhe te dyqani Bukës, sot reforma në drejtësi, megjithatë atë Bukës mund të shesin 5 bukë në ditë, sepse njerëzit as bukë s'po blejnë dot. Dhe problemi i fundit është problemi i deputetëve të inkriminuar, të cilëve megjithse prokuroria e shtetit shqiptar, për të cilën ne në një krah pretendojmë drejtësi, dhe në krahun tjetër nuk respektojnë vendimet e prokurorisë, e cila i thotë KQZ-s, "O zotëri, na provat për këta 4-5 deputet", dhe kryetari i KQZ-s thotë unë se zbatoj urdhrin, po më jep dhe këto të dhëna dhe po s'më dheti mua këto të dhëna, do të mbash përgjegjësi thotë. E kupton çfarë skandali është? Vetëm në Shqipëri ndodh. Unë po tisha për 10 minuta kisha arrestuar të parin kryetarin e KQZ-s. Shkele më të hapur, më flagrante, nuk ka për t'i treguar botës ja kush është reforma në drejtësi, ja kush janë faktet konkrete dhe ja hipokrizia që flitet lart e poshtë, qoftë të sufllaqet dhe qoftë të dyqanet e pazarit. Me të fillojmë te Zharza. Nuk ka krim më të rënd dhe unë do ta trajtoja problemin e Zharzës si një krim njerëzor të mirëfillt, një genocid të mirëfillt, sepse genocidi nuk është vetëm thjesht duke i vrarë, duke i prerë, duke i sakatuar, por edhe duke i bërë presion psikologjik, duke ndënë natë e ditë pa gjumë, se ata flen, janë stresuar dhe ata gjysmët tyre janë me probleme të rënda psikologjike, sepse ra tani shpërthimi i fundit apo nuk ra, na zuri shtëpia brenda apo jo. Për vetes na vjen keq tot, por kemi hallin e fëmijëve. U i plas në mes të oborrit Fontana dhe asnjë lloj justifikimi, ndërhyn ambasadorët për të shuar çështjen, për të mbyllur procesin hetimor dhe shteti nuk flet, qeveria nuk flet, të gjithë rrinë, zëvendësministri dilte pardje dhe fliste, të tjera biseda kishte bërë në prapaskel me avokatët dhe me banorët, të tjera i gjera si ambante s'kishte guximin, megjithëse me shpirt e me zemër mund të ishte pro tyre, por nuk kishte guximin të thoshte të vërtetën që ju më miq keni të drejtë. Ky është një krim njerëzor, urgjentisht duhet bllokuar kjo kompani misterioze, duhet çuar në gjyqjen e Hagës, duhet dëmshpërblej çdo sipërfaqe toke të kontaminuar, sepse produktet bujqësore, ushqimore, ujëra, toka, shtëpit kanë dalë jashtë përdorimit dhe ky zotëria që ka emrin Bankës Petrol plus Soros që kanë blerë aksionet,
duhet të vënë para drejtësisë, jo në Shqipëri por edhe në Hag. Ti bllokohen të gjitha asetet financiare dhe vetëm kështu mund të vëmë drejtësinë një herë mirë në vend. Ja le të flasi Netan. Së pari, po, do bëj pyetje. Po jo, vazhdo. Së pari, doja të thoja që gjithë problemi fillon ke kontrata. Ka një pjesë të kontratës që ministria dhe domethënë gjithë organet shtetërore nuk e publikojnë për shkak se e cilësojnë si konfidenciale për të mbrojtur bankersin nga konkurenca. E dyta, ai si koncesion është marrë nga generali Clark, që ka shërbyer në Kosovë nga viti 96 deri në vitin 2000. Ka ardhur këtu dhe nuk ja kthente njëri, domethënë atij mbrapsh, dhe ka ardhur me $2 milion, ka ardhur si çdo biznesmen që mund të vinte dhe ka marrë gjitha të koncesion të bankersit në Shumë saktë. Ajo kompani është shitur dhe është blerë në shumë aksionë. Po gjitha fjalë kemi mësuar. Jo, në rregull. Mos sa përzijim as Natun as Clark, sepse Clark ishte një drejtor ekzekutiv. Është akoma dhe sot. Po është drejtor, por edhe unë mund të marr një drejtor, unë kam ndruar 7 drejtora. Po e dikush është aksioner apo e ke parë? Aksioner është kryesori është bankersi dhe Sorosi ka marrë. Po kjo kompani është në Spanjë. Kjo kompani është futur në Spanjë. Kjo kompani është futur në Poloni. Aksionerët sot janë kinezë. Po dëgjoj, dakord. Po pra se i shitën një pjesë. Jo, e kanë shitur këto. Jo, se kanë shitur. Nuk kanë shitur. Rosia janë ata. Kanë shitur vetëm zonën këtu. Dhe këta janë futur në Poloni, janë futur në Hungari, janë futur në Rumani, kanë qendrën kryesore e kanë në Spanjë, kanë filialin e dytë kryesor për nga rëndësia në Kanada, kështu që janë shpërndarë në mënyrë tillë që të humbasin sa më shumë gjurmë. Të njëjtin skandal që po bën këtu, me lexo gazetat spanjolle, do të shikosh se çfarë maskarade ka bërë, qoftë me ujin e rënd që bëjnë këta nëpërmjet këtyre pompimeve, qoftë me naftën, është e njëjta mota e njëjta procedurë. Ne na intereson të qëndrojmë ke banorët e Zharzës. Ça pasojë është? Po çka keni zgjedhur deri tani banorët e Zharzës? Më kanë që nga 2094 deri më sot. Jo 94. 2004. Kanë që nga 2004 deri më sot keni bërë një bisedë me një zëvendës ministër. Asnjë gjë. Jo zëvendës ministër. S'ka më turp në botë që të kesh kryetarin e bashkisë nga fshati, nga Zharzi. Të kesh drejtar pritin nga Zharzi. Të kesh kaq dhe ti të jesh fjalë e ti besosh. Ata janë, nuk kemi ke fjalën. Ata janë të gjithë të komprometuar. Po më thuaj një lek që kanë marrë banorët. Më thuaj një mur që është mbyllur. Më thuaj një kile llaç. Ore, në tetor nuk ka marrë njeri nga ata asnjë para. Ka një detyrim Bejdo, se ka një detyrim të madh ligjor që në të gjitha kompanitë, të cilat kanë investime të kësaj natyre, siç është bankersi, siç janë tubacionet e naftës, siç janë minierat, vetë këto kompani në kontratat e tyre kanë të parashikuara, por që çuditërisht nuk i ndjek njeri dhe ato harrojnë vetëm sa i shkruajnë në letër që duhet të bëjnë investime për infrastrukturë, rikthimin e gjendjes dhe normalitetit, por edhe të kompensimit të atyre dëmeve që mund sjell ajri, gazi nëpërmjet produkteve ushqimore, qumshit, falas, ushqime e tjera. Rasti më konkret dhe më tipik është Tapi. Çfarë po bën Tapi? Ka hyrë në Shqipëri, ka bërë që nga pika e vet ku ka filluar projektin, ka hyrë në Shqipëri dhe në çdo vend ku kalon ka marrë përsipër. Riparon ura, hap rruga të reja, ndërton shkolla, riparon spitale. Pse? E ka marrë për detyrë, e ka për mision. Ka mbill pemë. Të lutem, më thoj një nga këto gjëra që ka bërë Sorosi ose zotri, fali se po drejtohem. Unë nuk kam ardhur të mbroj bankersin këtu. Nuk po mbroj bankersin, ne kam ardhur që të flas për ata banorë të cilët kanë hallë dhe duhet i zgjidhin. Po nuk po i zgjidhin. Po pra, atyre i është prekur e drejta jetës, e drejtë themelore. E drejta jetës është e drejta jetës, e drejta banesës. Janë të drejta dhe liri themelore të njeriu. Unë kam ja 10 vjet që i mbroj edhe unë ata. Unë nuk e di. Kur të tjerët kishin frikë keni pasur. Po tani nuk po s'e shfaqin tani se nuk di të lexosh ti tani, çfarë them unë nuk e di. Nuk di të lexoj unë. Po jo, po ti thoj nuk e di çfarë aktiviteti. Kam 10 vjet që Gazeta Telegraf është e vetmja që drejtori i Gazetës Telegraf. Është e vetmja që kritikon. Po është e vetmja që kritikon Sorosin dhe qofse problemi atyre do ishte ngritur më përpara. Po ka 10 vjet më që është. 10 vjet nuk ka sepse ata në 2009 kanë filluar shpërthimet dhe prishet e shtëpive. Dhe jo që kur filloi kontrata, ajo kontratë misterioze. Fal, juve këtë Soros e keni përmendur edhe përpara kësaj lëvizjes së Trumpit. Unë nuk ju njoh për ndonjë antisorosist të madh. As ju dini. Tani shiko, antisorosizmi ka lindur si trend edhe në Shqipëri tani.
edhe mbar botën, nuk kam gjë me gazetën Telegrafun. Ka shkruar me vite. Gazeta Sot, Gazeta Telegraf. Zotri, Bejdo, po më thot që kam 10 vjet që shkruaj. Në 2009 kanë filluar shpërthimet, zotria ka ditur 2 vjet përpara, 2 vjet përpara fillon në 94. Në 2004 zotri. Po pra 2004. Po. Dhe para 10 vjetësh i bie 2007. Në 2007 nuk ka pasur shpërthime. Në 2009 ka vazhduar. Ore kontratën ku e ke? Un kam kërkuar kontratën e bankës. Nuk ta japim pra. Po për këtë po të them dhe un pra. E diti që un kam 3 korrespondenca me bankersin për kontratën që në 2005-2006. Jo vetëm bankersi, po as ministria nuk ta jep. Po nuk ta jep, po prandaj po të them që un e kam edhe një po them. Ajo, domethënë preteksti është për arsye të konkurrencës. Të thash 10 dhe gabova në një vit se kam 11 vjet që kërkoj kontratën. I kam shkresat zyrtare edhe të bankersit, edhe ndaj Ministrisë Ekonomisë. Dhe nuk e japi. Po pra tjetër pra, po është detyrim ligjor më të japi. Problemi është që nuk kam për ta zgjidhur asnjë. Asnjë nuk kam. Unë mendoj që sepse një pjesë e mirë e komunarëve e diti se çka ka një listë, unë e kam listën dhe e kam votuar, prandaj i them zotrisë. Kam një listë me një 7-8 kryetar komunash, të cilët kanë marrë parat, figurojnë në listat e të paguarve nga bankës. Fundit që marrin para nga bankës. Dakor, që para 6-7 vjetësh. Edhe prandaj nuk janë ndjerë. Pse ka zgjidhje, sipas teje? Se unë mendoj që këto ditë ka zgjidhje. Domethënë sot ka zgjidhje. E para punës sepse jemi përpara zgjedhjeve dhe kjo do që të përdoret për kapital elektoral. E dyta punës ata persona janë të vendosur që nuk kthehen më mbrapsht. E treta punës kemi vendime konkrete që Ministri i Energjetikës para 2 ditësh firmosi ndërprerjen e përhershme të shpërthimeve në Zharrës. Ka qenë një vendim i përkohshëm i datës 26 dhjetor dhe që nga ajo kohë deri më sot nuk ka pasur lëvizje. Ti mendon se deri në shtator do bëj shpërthime bankës? Si nuk do bëj? Po tani unë nuk mund të bëj amendime. Unë po flas për ato që merr vendime qeveria. Tani nëse me vendim ti kishe përballë ato të sismike, si kishe përballë njerëzit dhe ata talleshin me të vërtetë. Ata nuk talleshin. Ata talleshin me veten sepse ishin në kontradikta me atë që thoshin. Ata talleshin me banorët e Zharrës. Kryetarja e bashkisë Patozi tallet akoma me banorët e Zharrës. Ata janë bashkëtarë atyre, ka bërë fushatën me lekë të bankersit. I ka bërë të gjitha dhe bërë sikur derdh plot krokodili. Janë të kompromentuar zotri. Nuk e di se si mendon. Janë të kompromentuar. Është një fatkeqësi e madhe për të gjithë ata banorë. Është fat për një pjesë që kanë ikur nga fshati. Ata janë të vdekur dhe kanë ikur dhe më kupton. Madje një pjesë e mirë të kësaj politike. E miqve të mi janë në Itali dhe kanë njerëzit aty. Dhe unë prandaj thash edhe para 3-4 vjetësh kur ata të berroheshin që filluan shpërthime të bëheshin më masive sepse kanë një problem. Vërtet nuk tregohet kontrata, sepse në kontratë kanë shumë malli zhverishe. Ata po rrisin numrin e shpërthimeve se duan të nxjerrin sa më shumë naftë, sepse në çdo vit që vjen dhe që kalon, përqindjet që merr shteti fillojnë rriten. Dhe ai çfarë bën? Nëse ai sot nxjerr 10%, shteti do japi 1%. Nëse pas 5 vjetë të nxjerr 10%, shteti do japi 5%. Ai po kërkon që të mbledhë sa më shumë, që të bien rezervat pas 10 vjetësh, 11 vjetësh, pas 5 vjetësh, që shtetit të japi përqindje më minimale. Po, ka zgjidhje, sepse duhet bëj një pyetje tjetër që ka lidhje me një aferë dhe një kulis tjetër. Ti beson tek Gjiknuri? Jo, nuk është se unë besoj ke letrat, nëse do besoja ke fjalët e Gjiknurit, ne do ta kishim ndërprer para 3 vjetësh. Para 3 ditësh. Këta bëjnë 1000 tendera në muaj dhe në vit me prokurim të drejtë për drejtë. Pse nuk bën të jemi një shembull, të akordonin 100 milion lekë të vjetra për mbushjen e llaçeve të shtëpive. Po jo më zotri. Jo më zotri. Po nuk ua bëjnë mor, sepse këta vazhdojnë të gjinë. Tani po pyet apo po mbaj që drejt. Një njeri që është pronar i një vendburimi tjetër, komshi, që ka qenë drejtor i këtij enti, u mori juve, sepse ka krijuar një shoqata, një fantazma, nuk e di, se nuk do të përmend emra, sepse ulem tavolinë ata, u mori si delet në Kemë Kurin Tiranë. Dhe u plasi para tu. I shikoni juve sa interesa, nuk ka vetëm edhe ata që i kanë punë në Tiranë këta banor, kanë brenda një hile të madhe.
Më falni ty, unë nuk përfaqësoj Jo, shoqate, nuk të thash në shoqate. Jo, nuk të thash që Dhe as nuk jam kanë kaq memorie ta kuptoj. Po, jo, unë nuk sidomos drejtori i Telegramit më kupton sepse nuk dua të diskutoj sepse nuk janë zgjidhje për banorët e Zharrës. Ne diskutojmë në favor për të zgjidhur sa më shpejt edhe tani sepse janë ata që po besoj. Unë thash përse besoj. Besoj nëse sot ata marrin një vendim të Këshillit të Ministrave që i garanton, po pse nuk, nëse nuk e besojmë atëre, që nuk ka vlerë as vendimi i Këshillit të Ministrave për dëmshpërblim 100% të banesave të tyre, atëre ne ekzistojmë si shtet. Po se ekzistojmë, Atëre as mos flasim për nuk ka vend në botë që të lejojë këtë lloj krimi njerëzor që bën bankersi me banorët e Zharrës dhe të zonës. Nuk ka krim, nuk ka shtet në botë. Tani, kur ai shkelu me të dyja këmbët ligjin, kur ty të vjen një biznesmen dhe një ambasador dhe thotë mos vazhdo hetimet, këtu mbaron ajo që thoni ju shteti, s'ka më shtet. Kaq. Le ti vej e asaj që do ndodhë ose parashikimin dhe për krajin që jepni si Parti Libre. Libra i kam mbështetur pa asnjë lloj përfitimi as për ta përdorur për kapital politik dhe po e them, mund ta them 100 herë këtë, domethënë, pse do themi? Shqipëria sot ka gati 70 parti. Le të shkonin të tjerë, le ta përdorin për kapital politik. Por ata që janë sot parti politike janë të komprometuar sepse të gjithë kanë pasur nga një post qeveritar më përpara, sepse bankersi nuk ka vazhduar në 2013, as në 2015, as në 2016. Bankersi është që 2004 dhe të gjithë ta zotrinj, edhe opozita e sotshme që vjen sikur ti përkrahej atje, e kishte 8 vjet pushtetin dhe gjatë këtyre 8 vjetëve, domethënë shpërthimet kanë nisur në 2009, e gjatë këtyre 8 vjetëve ka pasur shpërthime, ka pasur probleme në Zharrës dhe askush nuk është kujtuar që të absolutisht, edhe ata janë të implikuar dhe ata janë të implikuar gjithë sepse fjalën e fundit, do në ajo zgjidhja e vetme është plotësimi i kërkesave të grevistëve dhe do qëndrojmë deri në fund për plotësimin e kërkesave të tyre. Nëse nuk i plotësojnë sot, prapë atje në shesh dorrim. Të them edhe një të fundit, Brito, ka një shprehje popullore. Gomarin e nxjerr nga balda i Zotit. Vetëm ata mund ta nxjerrin, nëse ata pretendojnë tek cilado forcë politike të jesh i bindur që do ngelen në luc, do zhyten më keq. Ju falenderoj që kisha studio se nuk kam të diskutoj unë me banorët e Zharrës, por them që unë nuk i besoj asnjë lloj kontrate. Të nderuar televizionistë, ne ishim në studio me zotin Eritan Sefer Kolli, nga Partia Libre, nga Partia e Zotit Blushi, që unë kam respektin e veçantë, e ka studion e hapur, jo tipo të gjithë djemë, sa herë të keni çështje. Ishim me drejtorin e gazetës Telegraf, Zedrin Musaj, me të cilën unë diskutova pak me zjarre, pak me shpejtësi, po të na bësh hallall ndërmjet. Jo, unë mendoj prapë i qëndroi problemi të plerave, nëse nuk do ketë një reagim të fortë qytetar, Zharza do jetë një lule përpara maskaradës lëndëve toksike. Ajo mund të jetë një lajm për të tërhequr vëmendjen si nga protesta e opozitës, sepse këta nuk e kanë, domethënë më fal edhe 1 minutë e gjysmë. Po. Së pari, unë personalisht nuk e besoj që ajo është e vërtetë. Dhe pse? Sepse këta janë, kjo qeveri është e gatshme, domethënë sidomos për të përdorur mediat, për të nxjerrë edhe skube, për të trequr. Po se kanë nxjerrë qeveria tani, po e kanë nxjerrë antimafia. Ora tani e kanë nxjerrë antimafia. Mirë, më dëgjoni ta mbaroj. Po sot në Shqipëri po protestohet kundër. E di si është puna është aty Kpucarit, e di historinë e Kpucarit që vjen dhe thoshte aty sa bukur i ka flokët. Që ndrote Zharza o burr tani ti bën dhe lojën antimafjes, je bër dhe tani nuk shkon, unë nuk ta besoj. Fal, tani nëse janë bërë, nëse ju shkoni për gjithçka. Po jo, më jo e kemi marrë. Ore zotëri, ta ka dhënë për Zharzën atje keni shkruar dhe për tymin e bardh apo tymin e zi. Po patjetër ju mund të flisni për gjithçka dhe unë s'mund të flas për mbetjet e Shqipërisë. Ka ekspert më prandaj. Kush është eksperti që ka ai që mbulon ekonominë që ta kuptosh? Telegrafi jot që e ka nxjerrë që dje dhe sot dhe ka dalë në një përfundim. Nëse telegrafi jot ka fakte që vërtetë e komprometojnë qeverinë. Nuk e kupton dot tani, është tjetër gjë gazetaria, nuk e kupton dot. Tani unë po ju them diçka. Tani ti thoj që pse ka ekonomist, pse ka jurist, pse ka sektor, nuk e kupton dot ndarjen. Lere tani. Ju falenderoj që kisha studio. Të nderuar televizionistë, unë jam i bindur që 1400 fuqit janë në Shqipëri, për arsye sepse kanë zbritur në Durrës, nuk kanë kaluar në Qafllan.
jo vetëm kaq, por në tunelet e darkit të ushtrisë, në tunelet e galeritë e miniera janë brenda të kush vete hap dyert që kanë salduar, kanë blinduar ushtarakët, do të shikoj që brenda janë edhe në zonat e Librazhit. Edhe në zonat e Librazhit. Do të thënë mbron ushtria plera. Edhe në Xhibrak, atje ku kap droga e aty. Faleminderit për momentin e rrugës që më ka.